Thot Allahu Azza wa Jall, qad aflaha al-mu'minun, kanë shpëtuar besimtarët. Kush janë ata besimtarë që kanë shpëtuar? I përmend cilësitë atyre besimtarëve Allahu subhanahu wa taala dhe thot: alladhina hum fi salatihim khashi'un, ata besimtarë të cilët në namazin e tyre ishin të përulur. Për të qenë njeriu i përulur në namaz, duhet të jetë i koncentruar në namaz. Përulja në namaz dhe në nshtrimin dhe Allahu subhanahu wa taala, që ti të përkujtosh në çdo veprim çka je duke bërë, se je duke qëndru para të madhit Allah. Që nga qëndrimi gaditu në namaz, pra në qiyam, gjë që tregon se je i gatshëm para madhrisë së Allahut subhanahu wa taala për çdo gjë që ka kërkuar Allahu azza wa jall prej teje. Je në shërbimin e Allahut azza wa jall. E pastaj rukuja, ku ti je duke shpreh për uljen ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe këtë duhet ta kujtosh gjatë namazit. Dhe më pas shkon në sejdë, ku e madhron Allahun azza wa jall në pjesën më të ulët, pa në tokë, e vendos ballin dhe hundën, që gjë që njeriu ndaj askujt nuk e vendos ballin dhe hundën, përpos ndaj krijuesit tij dhe Allahu subhanahu wa taala. Andaj vëllezër, namazi ynë duhet ta përkryejmë namazin, jo të jetë çdo namaz. Allahu kur ka thënë në Kur'an aqimis salah, ka thënë përkrye namazin. Do më thonë, fare namazin në mënyrën më të mirë të mundshme, duke e përkujtu Allahun subhanahu wa taala, duke ditë se çka je duke lexuar në namaz. Shiko se ku e ke zemrën dhe ndjenjat e tua gjatë qëndrimit para të madhit Allah. A je i koncentruar në namaz, apo nuk din se a e ke lexuar elhamin dhe pas elhamit cilën sure e ke lexuar, dhe çka ke thënë në namaz, dhe çka je lut në namaz? Mos të jetë namazi ynë vetëm një formë, pa thelb dhe pa përmbajtje. Mos të jetë namazi vetëm dukje, e kurse ti mos me pas asë një raport dhe asë një komunikim si që duhet me Allahun gjatë namazit. Andaj, kur ka kërkuar Allahu azza wa jall ne ta falim namaz, ka kërkuar që ne në namaz ta përmendim Allahun subhanahu wa taala. Lutjet tona për ndryshe nuk kanë efekt nëse nuk jemi të koncentruar dhe të jemi të bindur në përgjigjen e Allahut azza wa jall, dhe të jemi të sinqert atë çka kërkojmë dhe me atë çka lutim Allahun subhanahu wa taala. Sepse për ndryshe fjalët dhe llafet që i flasim dhe që i lexojmë, nëse nuk jemi duke ditë se çka thojmë, atëherë jemi sikurse në kotje apo të përgjumur, nuk dim se çka kemi fol. E Allahu azza wa jall e pranon vetëm lutjen kur ngritet ajo lutje për një zemre që është ajo zemër e bindur se çka është duke fol dhe çka është duke lexuar dhe me çka është duke lutur Allahun subhanahu wa taala. Andaj, gjëja e parë që duhet prej besimtarit ta përmirësoj është namazin relacion me Allahun subhanahu wa taala.